Mirë se vini në Screenshot, në hapësirën ku çdo fundjavë ne sjellim ngjarjet më të diskutuara nga njerëzit e internetit. Janari ne nisëm me videot e shtollungave të tymit nga Venezuela, Sirena dhe më pas videot e Maduros me pranga në duar e kostumin tashmë të famshëm sportiv. Por si duket ky vit, siç dhe nisi, ashtu edhe do të vijojë. Sigurisht që në fokus të kësaj jave, jo vetëm në internet, ka qenë lufta, raketat, deklaratat e liderëve sa në lindje në perëndim e përtej oqeanit, dhe në ajër pastaj një druajtje e nder për luftën e tretë botërore. Përtej seriozitetit të situatës, ne në Screenshot do të ndalemi pak taj këndi tjetër. Pra, si po reagojnë njerëzit në platforma, teksa nga ekrani i madh dhe ai i vogël bombardohen me tituj dhe një sasi ndoshta të tepruar informacioni. Pra, vritet lideri suprem i Iranit, SBA dhe Izraeli godasin Iranin, Irani kundërpërgjigjet, njerëz që vajtojnë liderin, kërcënime, shpalosje, arsenalesh bërthamore, do të reagoj NATO e të tjera si këto. Por ama, gjithsesi, edhe sikur të nis lufta e tretë botërore, do të mbahet mend si një luftë që nisi nga ndjesit në stomak të kreut të një prej fuqive më të mëdha në planet, Donald Trump. We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. Gjithsesi kemi pasur edhe deklarata më serioze dhe mobilizim po ashtu të liderëve të shteteve që janë anëtare të NATO-s, si Emmanuel Macron pastaj, i cili jo vetëm dërgoi aeroplan mbajtëset në mesdhe, por bëri po ashtu të ditur që Franca ka vendosur shtimin e kapaciteteve bërthamore. Që të kenë frikë, duhet jesh i fuqishëm, tha Macron. D'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour couper court à toute spéculation, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant.